Me rritjen e temperaturave, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë u ka bërë thirrje të gjithë operatorëve ekonomik që merren me prodhimin, përpunimin, transportin, ruajtjen dhe tregtimin e ushqimeve, si dhe bizneseve të gastronomisë, të respektojnë me përpikmëri standardet e sigurisë ushqimore. AUV thekson se produktet ushqimore duhet të ruhen në temperatura të përcaktuara në etiket, ndërsa pajisjet ftohëse duhet të kontrollohen rregullisht për të garantuar ruajtjen e duhur të ushqimit. Kjo agjenci gjithashtu bën thirrje edhe qytetarëve që të kenë kujdes gjatë blerjes, transportit dhe ruajtjes së produkteve ushqimore, veçanërisht atyre me periardhje shtazore, të cilat janë më të ndjeshme ndaj temperaturave të larta. Për kujdesin e ushqimeve dhe konsumimit të tyre në ditët me vap, foli edhe Dr. Shahin Roka, epidemiolog. Me qenë se temperaturat shumë të larta, as pare i kisha përmend lagjet, sa ma tepër lagjet gjatë ditës, mandej ushqime të lehta, si pemë, perime, ma tepër ushqim i zi, edhe sa ma shumë që mujnë me ikë mishit kuq që thojnë, që është ndarë. Do më thonë pemë, perime, ikja prej rrezëve djelët, sidomos këtë kohën e pikut që i vje, për shkak që mund të shkakton edhe probleme me trunin, me zemrën, sidomos njerëz të më shumë. Rekomandohet që sa ma pak me dalë. Agjencia njofton se gjatë sezonit veror do të intensifikojë kontrollet në terren për të mbikëqyrë zbatimin e kërkesave ligjore, duke paralajmëruar se shkeljet që rrezikojnë sigurinë ushqimore nuk do të tolerohen.